Pajisjet elektronike me ndikim në energji që vendosen në treg duhet të përmbushin kërkesat e projektimit ekologjik, çka nuk kupton që pajisjet të projektohen në mënyrë që të kenë konsum më të ulët energjie dhe ndikim më të reduktuar në mjedis. Ndryshimet ligjore janë propozuar nga deputeti Ceno Klosi, ndërsa u diskutuan në komisionet parlamentare. Ky projektligj krijon dhe një krye të ri për kërkesat e projektimit ekologjik, ku vendosen detyrime për operatorët ekonomik, docit teknike të detyrueshme, roli shtuar për doganat dhe strukturat e mbikëqyrjes së tregut, si dhe kompetencë për Këshillin e Ministrave për aktet zbatuese. Ndryshohen saksionet e reja ku parashikohet një gjop për 350.000 lekë për shkeljet e kërkesave të projektimit ekologjik. Sipas Klosit, zbatimi i këtij ligji do sjellë një sër përfitimesh, duke nisur nga ulja e faturave të energjisë te reduktimi i emetimeve të dioksidit të karbonit. Në ekonomi pritet që të ketë një rritje të konkurrueshmërisë, një nxitje të inovacionit,